Kryeministri Edi Rama konfirmoi se procedura për mbylljen e TikTok në Shqipëri ka përfunduar dhe paralajmëroi qytetarët të mos përdorin VPN për të aksesuar, pasi kjo rrezikon sigurinë e të dhënave personale. Në rubrikën e tij Sy Rama theksoi se përdorimi i VPN-ve falas është i rrezikshëm për shkak të sulmeve të mundshme nga hakerat. Ai u bëri thirrje qytetarëve të presin derisa TikTok të zbatojë masa të reja mbrojtëse për adoleshentët. Qeveria shqiptare ka deklaruar se platforma do të rihapet sapo kompania kineze të vendosë filtrat e nevojshëm për mbrojtjen e të rinjve. Procedura për mbylljen e TikTok ka përfunduar për telefonat smart dhe nga ana tjetër, mënyra për t'u shmangur bllokimin duke përdorur VPN falas është shumë e rrezikshme pasi dihet botërisht se hakerat bëjnë namin në grabitjen e të dhënave të telefonit. Kiheni parasysh këtë gjë dhe duroni pa TikTok për ca kohë, derisa kur të përfundoj programimin e përbashkët me kompaninë, e cila do të vijë së shpejti në Shqipëri dhe do të paraqesë planin për adoleshentët, tha Rama. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.